Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar një lajm, një video në fakt që po qarkullon në rrjetet sociale. Do të ndaloj dhe do të flas pak për Mateon dhe Brikenën. Mateo dhe Brikena ditën e sotme kanë qenë jashtëzakonisht shumë të afërt me njëri tjetrin. Kanë kaluar shumë kohë bashk, janë argëtuar bashk, janë kënaqur bashk, kanë qeshur bashk. Domethënë, këtë fotografinë që ne e kemi pas sot, këtë fotografinë që ne e jetuam sot, në fakt nuk e kishim parë asnjëherë më herët dhe këtë emocion që Brikena po shprehën kundërdrejt Mateos, që kërkon edhe në banorët e tjerë që të ndanë sa më shumë kohë me Mateon, nuk ju intereson të dyve se çfarë po ndodh në shtëpi, të dy jetojnë momentin, të dy kënaqen, të dy argëtohen. Në fakt nuk na kishte ndodhur më herët që ta shohim. Domethënë, është një gjë shumë e bukur, sikur ato dashuri që ne i kemi mësuar nëpër filma që lagen me ujë, luajnë me jastiqe, vrapojnë njëri tjetrin, luajnë lojra të ndryshme, domethënë ato momente të bukura të një çiftit që duron shumë dashuri. Çfarë shikoj unë? Shikoj që Brikena filloi të lëshon shpirt, Brikena filloi të lëshon zemër. Domethënë Brikena filloi të lëshon jetë tek Mateo. Unë në fakt nuk e besoja që Mateo me guximin që ka do të zbut zemrën e Brikenës, sepse domethënë është një histori që ka nisur para 4 vitesh, një histori që nuk ka patur një fillim të lumtur, por ka fundin të lumtur. Por çfarë ka ndodhur? Nga emocionet Mateo nuk arriti dot të kontrollon veten, teksa Brikena qëndronte në kuzhinë dhe po lante pijatat. Njëkohësisht Mateo po gatuante ushqimin. Mateo, si në mënyrë, le të themi si me zor, u mundua që t'ia merr puthjen Brikenës. Domethënë ta puthën Brikenën në buzë. Por tentimi i Mateos ishte tentim, nuk dua ta them si tip përdhunimi, por i tillë gjasonte. Tani kjo videoja është bërë aq virale në rrjetet sociale, sa që të gjithë e kanë komentuar, të gjithë e kanë prerë si video. Televizioni Top Channel nuk e kanë nxjerr, por domethënë ndjekësit e këtij reality show e kanë nxjerr në rrjetet sociale. Pse përzjodha unë që ta komentoj? Tani, unë dua të bazohem tek natyra e Mateos, tek karakteri i Mateos dhe tek njeriu që Mateo ka treguar në kohë, por edhe tek njeriu që është Brikena. Tani Brikena, imagjinoni, nuk të toleron që të afrohesh afër saj, që të ndash momente me të, që të argëtohesh me të, nëse ti je duke u sill tamam edhe jo kur ti je tepron. Unë e pash në atë video që Brikena nuk e mori si një veprim të tillë. Domethënë, kur të bëhen editim videot, duhet të shihet njerëz se si ka ardhur kjo video. Mateo dhe Brikena ishin duke lozur të dy. Domethënë loznin me ujë, gjuanin njëri tjetrin dhe në atë moment Mateo, duke mos e kontrolluar veten, ndoshta edhe nuk ka dashur që t'i merr puthjen e parë, por në dukje për publikun ashtu doli, Mateo veproi në këtë formë që realisht u duk shumë keq. Unë mendoj që Mateo nuk e ka bërë këtë gjën për përdhunim, apo për të nxjerrë keq Brikenën, apo për ta nxjerrë keq veten. Mateo është i vetmi çun në atë shtëpi, që jam shumë i bindur që po të ishte një çun tjetër, nuk do të kishte duruar kaq gjatë këtë malltretimin shpirtëror që Brikena i ka bërë, domethënë sepse është ajo egoja e njeriut, është ajo bindja që unë kam për veten, që unë nuk e shkel veten time për asgjë. Por Mateo ka dëgjuar, ka duruar, është ofenduar, i ka bërtitur, e ka acaruar, përsëri ka heshtur dhe nuk ka bërë veprime të këtilla. Unë këtë videon nuk dua ta transmetoj dhe nuk e besoj që Mateo ka dashur që puthjen e Brikenës ta merr me zor, se në qoftë se Mateo do ta bënte këtë veprimin dhe Brikena ta kuptonte që është një veprim i këtill, unë jam shumë i bindur
që atë emocionin që e ka, atë ndjesin të prekshmërisë që e ka Brikena brënda, do ta bënte dramën më të madhe në këtë shtëpi. Por Brikena në atë moment vete kuptoi që Mateo nuk e kishte një qëllim të tillë, domethënë thjesht e përqafoi në formë të tillë dhe Brikena e largoi dhe ai u largua. Domethënë nuk ishte një diçka që të komentohet dhe të komunikohet ajo video tek publiku si një lloj përdhunimi. Unë e di që aq shumë viralitet që ka marrë kjo video, produksioni e ka me patjetër që natën e nesër mbrëmshme, domethënë të martën, ta komenton këtë ngjarje sepse po përflitet dhe është përfolur jashtëzakonisht shumë sonte në TikTok. Por duke njohur Mateon se çfarë djali është, duke njohur se çfarë kulture ka, duke njohur se çfarë njeriu është, jam i bindur që Mateo nuk ja bëri këtë gjën Brikenës për ta sjellë në situatën të cilën e komentojnë në rrjetet sociale. Do të thënë që e quajnë veprim të tipit përdhunues. Unë mendoj që edhe sikur t'ja merrte puthjen e parë, është një puthje shumë e vërtet nga ana e Mateos, shumë e sinqert, sepse unë e shoh në momentin që Mateo merr buzëqeshjen e Brikenës, merr kohën e Brikenës, kënaqet me Brikenën, argëtohet me Brikenën, sidomos në këto ditë mashallah, prekim hundët, mos i marrim sysh. Mateo humbet krejtësisht edhe nga loja. Mateo s'ka debate, Mateos nuk i intereson loja. Domethënë sot të dy në shtëpi kanë qenë aq të fokusuar te njëri tjetri saqë nuk ju ka ndikuar asnjë gjë. Unë uroj që edhe opinionistët të gjën mos e bëjnë dramë të madhe, sepse unë e di që Brikena është njëri që ndikohet, ndoshta edhe nuk e ka kap në moment këtë gjën, edhe mund të ftohet nga momentet me Mateon dhe përsëri të ndikojnë tek prishja e marrëdhënies së tyre. Por në përgjithësi domethënë, Brikenën e shoh shumë të lumtur, e shoh shumë të gëzuar në krah të Mateos dhe nuk ma merr mendja që Mateo është ai djali që bën veprime të këtilla me një femër, duke ditur se çfarë respekti dhe çfarë dashurie ka për nënën dhe për motrën e tij. Ishte një moment, mendoj që ishte i pakontrolluar nga Mateo, i cili domethënë e përdori këtë mënyrën e të kapurit për qafe si një gjë që edhe ai në fakt nuk e mendoi se ndoshta do t'i dilte nga konotacioni i gjës që e mendonte, por mendoj që Mateo e ndjen aq shumë Brikenën, sa që është i lumtur ta shijoj momentin me të gëzoj dhe të jetoj. Domethënë Mateo i ka pritur këto çaste, mendoj që ka luftuar për këto çaste, ka përbir për brenda vetes edhe gjëra të cilat ndoshta atij nuk i kanë pëlqyer, vetëm e vetëm për të qenë sa më afër Brikenës dhe vetëm e vetëm për ta bërë sa më shumë për vete Brikenën deri në këtë pikë. Domethënë ka dhuruar një lloj emocioni jashtëzakonisht të bukur. I ka dhuruar njëri tjetrit shumë dashuri dhe i ka dhuruar njëri tjetrit shumë pasion. Unë uroj me zemër që kjo dashuri, domethënë të vazhdojë edhe jashtë, edhe këto gjërat mos merren si gjëra përdhunuese, apo sikur Mateo nuk di t'ja merr puthjen Brikenës.